Pyesja gjithashtu se cila ka qenë vizita e radhës, cilin mik e takuar, cilin koleg tëndin. Unë nga kolegët e mi këtë radhë, për gjithë të reshikusit tanë, kam intervistuar një pasicjer, a i quhet Eno Jogje, dhe unë dua ta përshëndes drejt për së drejti, pasi ma ka krijuar të mundësi që a i na ka demonstruar diçka për të reshikusit tanë. Pra do t'jetë një ëmbëlsirë shumë e shishme, apo jo, Krenar? Pa tjetër, salam çokolata quhet. Ndërkohë, receta në çfarë momenti është, Krenar? Vetëm sa për t'i vënë salcën, pak salcë, dhe unë du t'a qoj të këndi. Pra jemi drejt përfundimit. Pas e përgatit e salcën, unë e qoj të këndi, dhe gjithë shka është gati. Ndërkohë vetëm sa për t'a quar, Bruna. Ja pra, këtë kisha zgjedhur, për gjithë ju zonja e zotri që po më ndishin Ka qenë zgjedhja e duhur, Krenar. Është momenti që të shohim edhe ëmbëlsirën, të mbajmë një recetë të dytë shënim? Po, pa tjetër. E shohim me shumë kënaqësi. Përshëndetje për gjithë ju të reshikuesi po na ndiqni sot tu në Vision Plus. Unë sot jam në një laborator pasicërie, po dua të falenderoj vërtet mikun tim Eno Jogje që më pranoi që të vija sot në laboratorin e. Përshëndetje Eno. Mirë se erdhët. Për sot ne kemi zgjedhur një recetë tradicionale shqiptare, që quhet sallam çokolad. Për të gjitha anvisat është një recetë shumë e thjeshtë, është një vështirësi shumë e lehtë për të realizuar si ëmbëlsirë. Përbërësit të cilët i kemi, siç e shikoni dhe para tavolinës, kemi 500 gram biskota të thërmuara, kemi 350 gram arra të grira, kemi 200 gram gjalp, 60 gram kakao, pak arom karafili, gjithashtu dhe nevojitet dhe sheqer pudër. Atëherë për procedurën e sallam çokoladit na nevojitet rreth 10 minuta. Atëherë marrim fillimisht 500 gram biskota të thërmuara, i hedhim në mikser. Ndërkohë që biskota thërmohen edhe pak, atëherë ingredienti i dytë është gjalpi. Gjalpi duhet të jetë pak i zbutur në mënyrë që brumi të lidhet. Hedhim sasinë prej 200 gramësh të gjalpit në mikser. Ndërkohë, biskota dhe gjalpi janë duke përpunuar. Ato janë dy etapat e para. Ndërkohë, presim për disa qaste sa të mpikset, të mblidhet pak brumi i biskotës dhe gjalpi. Dhe do shtojmë ingredientin e tretë që janë arrat e grira. Sa gramaturë kanë arrat? Gramatura e arrave është 350 gram. Atëherë i shtojmë edhe arrat. Ndërkohë, pasi bëjmë të përzierje, Eno, ne çfarë do t'i shtojmë çaj ingredientin? Ne do t'i shtojmë ingredientin kakao, që do t'i japi një aromë, një shije dhe një ngjyrë karakteristike, ngjyrën e çokoladës, siç e ka dhe emrin sallam çokolad. Më pas do t'i hedhim dhe aromën përfundimtare që është aroma e karafilit. Atëherë hedhim dhe kakao. Kjo ëmbëlsirë çka karakteristike është, nga kur zonë vjen, no? Kjo ëmbëlsirë sipas traditës vjen nga zona juglindore, zona e Korçës. Është një ëmbëlsirë tradicionale, e cila në kohët e mëparshme, sepse nuk ka një vështirësi shumë të madhe për të realizuar, ingredientet janë shumë të thjeshtë dhe në fund ka një aromë karakteristike, të cilën ja jep më shumë karafilit, të cilën do ja hedhim tani. Atëherë hedhim dhe në fund fare karafil, gjysmë i bluar,
në mënyrë që ëmbëlsira jonë të marrë një aromë shumë të veçantë. Të rishtem edhe karafilin. Një kombinim perfekt më duket e, no? Pasi biskotat, arrat, gjalpi, kakao. Për disa qaste do ta degustojmë. Do ta them ty një nga ëmbëlsirat më të preferuara tuaja kush janë? Ta dim për edhe për audiencën që puna ndi. Për mua ëmbëlsira më e preferuar mbetet është një ëmbëlsirë e ftohtë, e cila quhet panna cotta. Është një ëmbëlsirë italiane që ka një shije të veçantë. Shërbehet gjysmë e ftohtë, është ëmbëlsirë që të freskon. Dhe përdoret me një shije, mund të kombinohet shumë mirë me shije frutash, të cilat japin atë lehtësinë e duhur. Sa kohë do kjo realisht për të bërë gjithë këto përzierje? Pasi unë po e shoh që këto po bëhen Mendoj se nga 8 deri në 12 minuta. Mendoj se për pak minutë, për disa çaste tani do ta kemi gati dhe unë do ta mbledh, do ta shtroj. Tashi mendoj se sallam çokoladi është gati dhe mendoj që ta fikim mikserin dhe të fillojmë të bëjmë sallam çokoladi. Shivitat e sallamit, po. Është një ëmbëlsirë e veçantë, nuk se kam provuar ndonjëherë. Të shohim se si do dalë. Këtë rast na nevojitet sheqer pudër, siç e thamë edhe pak më parë, për të mbledhur sallam çokoladi në mënyrë që edhe mos na ngjitet me letrën. Pudrosim letrën. Gjithashtu pudrosim edhe tabakan ku do vendosim sallam çokoladin në fundin tonë. Marrim pak nga pak. Marrim një sasi të vogël, cilën ne do ta punojmë me dorë dhe do ta nxjerrim në formë shiriti. Për këtë arsye quhet edhe sallam çokoladë, sepse ka ngjyrën e çokoladës, cilën fal kakaos që kemi hedhur, i jep ngjyrën e çokoladës. Dhe ne do ta punojmë, do ta nxjerrim në formë shiriti. Do e kalojmë tek tabakaja, ku do vendosim sallam çokoladë, të cilin e kemi. Kjo është procedura që bëhet për sallam çokoladin, është një procedurë e thjeshtë. 80% e të gjithë ëmbëlsirave që prodhohen shërben të ftohta. Gjithashtu dhe kjo ëmbëlsirë tradicionale shqiptare shërbehet e ftohtë, në mënyrë që të mpikset gjalpi bashkë me brumin e biskotës, me bëhet një lidhje komplete. Ne mund t'i hedhim ves, domethënë për audiencën që teatër. Sipas dëshirës mund t'i shtojmë edhe një kokër ves. Mund t'i shtojmë edhe një kokër ves që edhe sallam çokoladit na lidhet më mirë. Përdoret edhe një kokër ves. Për disa që s'kan dëshirë nuk mund ta përdorin, për disa që kanë dëshirë edhe mund ta përdorin. Atëherë fillojmë pa humbur kohë me sallamin tjetër. Ndërkohë të bëjmë shiritin tjetër e sallamit. Trosim pak. Në mënyrë që të na thajë edhe lagshirin që ka vetë sallam çokoladin. Dhe e mbledhim. Kemi parasysh që për mbledhjen e sallamit çokoladë përdoret ose letër vaj, siç e quajmë ne në gjuhën e pasticcerisë, ose mund përdoret
një qese në mënyrë që mos ngjitet sallam çokoladi dhe ndërkohë me shoqërimin e qeses ose të letër vaj. Këto mund t'i fusim në frigorifer dhe më pas do bëjmë dhe prerje. Ja bashkë që shikoni, Eno po e nxjerr nga frigoriferi, pasi ka dhënë. Dhe është gati për ta serviruar. Sallam çokoladë. Eno, ne para se ta presim dhe ta mbyllim, mund t'i shpjegojmë gjithë komplet ingredientet që ti ke përdorur për Atëherë edhe mund të bëjmë një përsëritje të shkurtër për sallam çokoladin, ishin 500 gram brum biskote të thërmuara, 350 gram arra të grira, 200 gram gjal, 60 gram kakao, si dhe arom karafil të bluar për arom. Në rastin se nuk do keni një brum të një trajshëm, atëherë do t'i shtojmë edhe një kokërves. Para se ta prejmë sallam çokoladin, i hedhim dhe pak sheqer pudër sipër. Në mënyrë që sepse frigoriferi na e ka tharë pak sheqerin, shtira e frigoriferit. Pudrosim edhe tabakan ku do vendosim sallam çokoladin dhe fillojmë të presim. Kjo pra është ëmbëlsira që quhet sallam çokolad, tradicionale shqiptare. Ju bëft mirë. Atëherë unë të falenderoj. Gjithashtu ju falenderoj edhe unë juve. Dhe miru të takofshim me tjetër me puntata të tjera, duke të filmuar me ëmbëlsira të tjera. Do jetë kënaqësi. Faleminderit shumë. Edhe për mua, faleminderit.